Surja El Hujurat, Medinase, 18 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. O ju që keni besuar, mos nxitoni para urdhërit të Allahut dhe të dërguarit të tij, dhe kijeni frikë Allahun. Vërtet Allahu dëgjon gjithçka dhe është I gjithdijshëm. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. O ju që keni besuar, mos e ngrini zërin tuaj mbi zërin e profetit dhe mos I flisni atij me zë të lartë, siç bëni me njëri tjetrin, në mënyrë që të mos ju humbin veprat tuaja pa e ndjer ju fare. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. Vërtet, ata që ulin zërin në prani të dërguarit të Allahut janë njerëzit, zemrat e të cilëve Allahu I ka kalitur për besim e për kushtim. Për ata ka falje dhe shpërblim të madh. Innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qilun. Vërtet, ata që të thërrasin ty, o Muhammed, me zë të lartë, nga jashtë dhomave të tua, shumica e tyre nuk marrin vesh. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khayran lahum wallahu ghafurur rahim. E si kur të duronin derisa ti të dilje jashtë tek ata, do të ishte më mirë për ata. Por Allahu është falës dhe mëshirues. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. O ju që keni besuar, nëse ndonjë njeri I pandershëm ju sjell ndonjë lajm, sigurohuni mirë, në është I vërtet, për të mos I bërë dëm ndokujt pa dashje, e të pendoheni pastaj për atë që keni bërë. Wa'lamu anna fikum Rasulallah لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. Dhe ta dini se midis jush gjendet I dërguari I Allahut. Sikur ai t'ju binde juve në shumë gjëra, ju do ta kishit pësuar, por Allahu
ju a ka bërë të dashur besimin dhe ju a ka zbukuruar atë në zemrat tuaja, ashtu si që ju a ka bërë të urryer mos besimin, shthurjen dhe mos bindjen. Pikërisht ata janë të udhëzuarit drejt, fadlan min Allahi wa ni'mah, wallahu alimun hakim. Me mirësinë dhe hirin e Allahut. Allahu është i gjithdijshëm dhe i urtë. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Nëse dy palë besimtarësh bëjnë luftë midis tyre, pajtojini ata. Por nëse njëra palë sulmon tjetrën, atëherë luftoni kundër sulmuesit derisa të kthehet në urdhërat e Allahut. E nëse kthehet, atëherë pajtojini ata midis tyre me drejtësi dhe pa anësi, sepse Allahu i do ata që veprojnë me drejtësi. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Në të vërtet, besimtarët janë vëllezër. Andaj pajtojini vëllezërit tuaj midis tyre dhe kijeni frikë Allahun në mënyrë që ju të mëshiroheni. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. O ju që keni besuar, as një burr prej jush të mos tallet me burrat e tjerë, se këta mund të jenë më të mirë se ai. Gjithashtu, as një grua të mos tallet me gratë të tjera, se këto mund të jenë më të mira se ajo. Mos e nënçmoni dhe mos e qesëndisni njëri tjetrin me nofka të këqija. Sa e shëmtuar është të thirresh me emër të keq pas pranimit të besimit. Ata që nuk pendohen janë vërtet keqbërës. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. O ju që keni besuar, më njanoni shumë dyshime, se vërtet disa dyshime janë gjuna. Mos e spiononi dhe mos e përgojoni njëri tjetrin. Mos vallë dëshiron dokush prej jush të haj mishin e vëllait të vet të vdekur? Sigurisht që ju do ta urrenit këtë. Kijeni frikë Allahun
Me të vërtet, Allahu është pranues i pendimit dhe mëshirë plot. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. O njerëz, në të vërtet, ne ju krijuam ju prej një mashkulli dhe një femre, dhe ju bëm popull e fise për ta njohur njeri tjetrin. Më i nderuari prej jush tek Allahu është ai që i frikësohet më shumë atij. Vërtet Allahu është i gjithdijshëm dhe për atë asgjë nuk është e fshehtë. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. Arabët e shkretëtirës deklarojnë: Ne besojmë. Thua ju nuk keni besuar, por më mirë thoni, ne përulemi, pasi besimi ende nuk ka hyrë si duhet në zemrat tuaja. E nëse i bindeni Allahut dhe të dërguarit të tij, nuk do t'ju paksohet asgjë prej veprave tuaja. Sigurisht Allahu është falës dhe mëshirë plot. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Besimtar të vërtet janë vetëm ata që besojnë Allahun dhe të dërguarin e tij dhe pastaj nuk dyshojnë, por luftojnë në rrugën e Allahut me pasurinë dhe jetën e tyre. Këta janë besimtar të sinqertë. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. Thua ju, Val, a do ta njoftoni Allahun për fen tuaj, ndërkohë që ai di gjithçka që përmbajnë qiejt dhe toka? Allahu është i dijshëm për çdo gjë. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. Ata e quajnë si favor për ty që kanë pranuar Islamin. Thua ju, mos e quani si favor për mua se keni pranuar Islamin. Përkundrazi, Allahu ju ka dhuruar mirësi dhe ju ka udhëzuar në besim, nëse ajo që thoni është e vërtet. Inna Allaha ya'lamu ghaiba as-samawati wal-ard wallahu basirun bima ta'malun. Allahu i di fshehtësitë e qiejve dhe të tokës. Allahu i sheh të gjitha ato që bën ju.